pse njerëzit që Shiko, dhe përsa i përket këtyre kullave, sepse në Tiranë mos gaboj... Pse nuk i heton Spaku këto? Nuk i shef Spaku këto. Nuk duke. Nuk i shef. Shumë e thjeshtë. Falë, kush janë sot bizneset më suksesshme të kullave në Shqipëri? Kush është historiku i tyre në fushën e ndërtimit? 90% e investitorëve dhe biznesmenëve të ndërtimit, që kanë qenë deri para 10 vitesh të suksesshëm, sot janë o në role minore, ose kanë falimentuar dhe kanë mbyllur bizneset. Ty janë dhënë leje për kulla, të individëve pas një lloj historiku në sektorin e ndërtimit, pas një lloj historiku në biznes. Ka qenë një nga rastet që kemi denoncuar në televizionin tonë në Syri TV, një ish punonjës i një prej ndërmarrjeve të bashkisë, i cili sot është një nga investitorët më të suksesshëm në Tiranë. Ka leje për ndërtim kullash nga AZT-ja, nga kryeministri, firmosur nga kryeministri, ka biznes taksish, që është sot biznesi më i suksesshëm në Shqipëri për pastrimin e parave, kishte futur deri në shërbime për këto, për ushqime, për kafshët. Po prapë që janë biznese për pastrimin e parave. Jo vetëm në kulla. Sot është kriminalizuar e gjithë ekonomia dhe kryeministri i vendit preferon ose tenton për ta relativizuar që shikoj që ky është një problem shoqëror. Fal, më thuaj, a ka sot një brand ndërkombëtar në fushën e supermarketeve që vepron në Shqipëri? Ka, është një. Asnjë nuk ka. Nuk është. Dhe emri që ju përmendi, që që s'duhet përmendur për se unë e kuptoj shumë mirë pjesën e marketingut, është një supermarket minor. Ka pasur plan e biznesi, studime tregu, për të ardhur në Shqipëri dhe nuk kanë depërtuar dot, se sot edhe me supermarketet bëhet pastrim parash. Sot supermarketet i kanë individ të caktuar, të cilët kanë favore shtetërore për të bërë një biznes jo të pastër, por me anë të këtyre mekanizmave, për t'i përdorur qoftë për pastrim parash, qoftë për produkte, skadence. Çfarë është kur del kryeministri i vendit thotë sot, shiko, shqiptarët thotë han mish edhe bulmet të pasigurt të jashtë standardeve. Pse ndodh kjo? Sepse institucionet shtetërore i lejojnë këto lloj aktivitetesh që janë në dëm të qytetarëve shqiptar. Pra, sot nuk janë vetëm kullat që duhet i shohë Spaku. Sot është kriminalizuar e gjithë ekonomia. Sot është gërshetuar dhe kjo ka një qëllim të saktuar për benefite dhe përmbajtje pushtetit për qëllime politike. Sot edhe Partia Socialiste ty të shkryer ta denoncoj Elisa Spiropali, shkryer në parti drejtorësh të cilët gjithashtu apo ke deputet të saktuar që kanë nga një organizatë kriminale pas vetes. Dhe ajo sot si sistemi financiar, si sistemi politik duhet shkullur nga themelet. Ndryshe nuk bën, nuk ka institucion, jo të Spaku pas një institucion, nuk e vë dot më vënë në Shqipëri. Mirë, në këtë pjesë të dytë, Muçi dua të ndalem pak edhe tek vizita e kryeministrit Rama në Spanjë dhe pjesëmarrja tek ai samit i cili në një farë mënyre kërkon që të lançojë një aleancë globale të së-majtës. Një aleancë e së-majtës ku kryeministri është i pranishëm, ndërkohë që shpeshherë kemi parë më pranë liderëve të djathtë në Europë. Po kjo është çështja pra që kryeministri ynë ka këtë qasjen e përfitimit maksimal nga cili do lider europian, me atje shumë pranë liderëve gjithnjë më autoritare, përfshi dhe Orbanin këtu, përfshi vizitin që bëri te Netanyahu, marrëdhënien që ka me Erdoganin, marrëdhënien që ka me Melonin, dhe që qartazi do ta situash kategorizonin tek prototipi i një lideri autoritar, siç edhe vepron brenda vendit, dhe që është më pranë atyre që sot quhen një farë ekstremi djathtë, si thua në Europë. Dhe nga ana tjetër pastaj shkon edhe në një summit, sa i përket nivelit është i rangut më të lartë sa i përket le të themi summiteve që kanë të bëjnë me liderët që përfaqësojnë të majtën progresiste në Europë, po dhe në botë, se kishte plot liderë tjerë edhe nga Amerika Latine me radhë. Dhe prania e Edi Ramës aty nuk e di se çfarë thuash nënkupton, se çfarë simbolike ka dhe çfarë përfaqëson Edi Rama në atë summit.